Nis sot diskutimi i buxhetit. Çfarë ofron ky buxhet për qytetarët? Së pari njerë ky nuk është as buxheti pensionistëve, as buxheti sipërmarrjes, as buxheti qytetarëve, as buxheti familjeve, as buxheti i xhepave të qytetarëve. Por është thjesht një rutinë, një buxhet i cili nuk sjell asnjë model të ri ekonomik, por nuk sjell asnjë shtys që ekonomia shqiptare ka kaq të nevojshme. Dy janë gjërat kryesore. Modeli ekonomik shqiptar nuk prodhon më. Nuk mundet Shqipëria të ketë një ekonomi betoni. Eksportet kanë rënë, bujqësia është në krizë, ndërkohë që sektor si ai i fasonëve që mbanin deri dje eksportet dhe punësimin janë në rënje. A jep zgjidhje ky buxhet këtyre dilemave? A injekton ky buxhet shpresë në ekonomi? A sjell një model të ri ekonomik që Shqipëria e ka kaq shumë të nevojshme? Përgjigjja është absolutisht jo. Çfarë ndodh me këtë buxhet? Së pari, megjithëse taksat janë rritur në mënyrë të njëpasnjëshme pas çdo viti, buxheti reflekton dy element kryesor. Ekonominë informale, por njëkohësisht dhe emigrimin e lartë. 28% mbeten të ardhurat si përqindje e produktit brendshëm bruto që sjell ky buxhet. Së dyti, pjesën më të madhe të buxhetit e marrin përsëri koncesionet. 130 milion euro është pothuajse 9 herë, 10 herë më shumë se fatura e indeksimit të pensioneve. E mos harrojmë që gjysma e këtyre koncesioneve, rreth 550 milion euro, janë në hetim. Bëhet fjalë për afera korruptive. Cilët janë dy sektorët kryesorë që duhet ta kishin shtyr buxhetin, por nga ana tjetër të ishin vendosur prioritet? Bujqësia, arsimi dhe shëndetësia. Së pari, përsa i përket shëndetësisë dhe arsimit. Shëndetësia merr 2.9% produktit brendshëm bruto, por mbetet e fokusuar te koncesionet, ndërkohë që arsimi 2.3% të produktit të brendshëm bruto. Flasim për një sistem i cili nuk nxit as arsimin, nuk injekton as para përsa i përket kërkimit, zhvillimit për tu bashkërenduar dhe me trendet më të reja, dhe nga ana tjetër flasim për dy sektorë që duhet ishin në pararojtë buxhetit dhe nuk janë. Dhe bujqësia, që është sektori që sot është penalizuar më shumë, që nga 20% e produktit brendshëm bruto ka rënë në pothuajse 16%. A ka ndonjë incentiv, a ka ndonjë motivim, a ka ndonjë shtys për këtë sektor dhe për këto fermer? Me të njëjtën skem, me të njëjtat mënyra, me të njëjtat metoda, përsëri bujqësia mbetet një nga sektorët më pak të privilegjuar. Si përfundim, ky nuk është buxheti shqiptarëve, nuk është as buxheti sipërmarrjes. Vazhdon e është buxheti i pakisë, ashtu siç ka qenë çdo buxhet në këto 12 vite.